Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra, siç e dinë secili prej juve, tash jemi në Ramazan, i cili është muaj i garimit, muaj i maratoneve, muaj i shfrytëzimit të kohës në punë të mira në forma të ndryshme që ne si musliman kujdesemi. Nuk ka dyshim se një prej poentave më kryesore është që secili prej neve ta kaloj këtë muaj sa më mirë që ka mundësi. E sidomos pjesa e fundit e këtij muaji që quhet 10 netët e fundit. Pasi që 10 netët e fundit janë akoma më të veçanta, akoma më me vlerë dhe akoma më shumë shpërblime se 20 netët e para të këtij muaji. Andaj, për të i kaluar këto muaj këto net sa më mirë, për të shfrytzuar në formën më të mirë të mundur, duhet që secili prej neve të mundohet që të përgatitet me një formë më speciale, në mënyrë që të arrijë shpërblimin e këtyre netëve, e sidomos të arrijë natën e Kadrit, shpërblimin e natës së Kadrit, e që shpërblimi i asaj nate është aq i madh saqë çdo adhurim që bëhet në të është sikur të ishte bërë 1000 muaj i njëjti adhurim. Pra është një vlerë speciale që ne do të arrijmë nëse përkushtohemi në këto 10 netët e fundit të Ramazanit, pasi që është e sigurt se nata e Kadrit do të jetë në njërin nga këto net e fundit të Ramazanit. Nata më shpresuar që të jetë nata e Kadrit është nata e 27. Andaj për ta shfrytzuar këtë 10 netëshin e fundit, është mirë që të ndalemi dhe ta shohim praktikisht se si e ka shfrytzuar i dashuri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ai ka qenë ibadetxhiu më i madh dhe njeriu që është munduar që ta shfrytëzojë çdo kohë të tij në adhurim dhe në shtrim ndaj Zotit. Si ka kaluar pra pejgamberi jon i dashur netët, si ka kaluar këto net të fundit të Ramazanit? Kjo është poenta, kjo është pyetja dhe mbas të përgjigjes në këtë pyetje edhe ne kemi mundësi të kalojmë këto net ashtu që Allahu të jetë i kënaqur me neve. Në një i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam, këto net i ka kaluar në namaz të shumt. Madje sipas disa transmetimeve, pothuajse ai këto net nuk flente hiç ose flente shumë pak dhe shumicën e kohës e kalonte në namaz, në dhikr, në istighfar, në lutje ndaj Allahut e kështu me radhë. Por pika e parë, stacioni i parë për të kaluar këto net në formën e duhur është që të mundohemi maksimum të lëmë gjëra tjera dhe të përkushtohemi në adhurim ndaj Allahut në këto net. Të lëmë zbavitjet, të lëmë lojat, ndoshta edhe ta mundojmë veten në paxhumsi, në mosfjetje, në mënyrë që të arrijmë sa më shumë të bëjmë adhurim në këto net. E dyta, dashur vëllazëni, i dashuri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e linte edhe familjen e tij anësh, gratë e tij dhe fëmijët e tij. Pra është edukate e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në këto net të fundit të izgjojmë edhe familjen tonë që edhe ato të përkushtohen në adhurim. Dhe kjo është një formë edukative e bukur për secilin prej neve që jo vetëm të adhurojë Allahun vetëm vet dhe jo vetëm të përkushtohet vetëm për veten e tij, por të mos e harrojë përgjegjësinë primare dhe fillestare që ka në jetën e tij, që është përgjegjësia e tij ndaj familjes dhe ndaj fëmijëve të tij. Pra në këtë rast është mirë, është edukative, është rrugës që t'i zgjojmë gratë tona, t'i zgjojmë fëmijët tonë edhe të i përkujtojmë ato me këto net të bekuara të Ramazanit, në mënyrë që së bashku si familje të adhurojmë Allahun sa më shumë. Nën 3, i dashuri ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam largohej nga kontakti intim me gratë e tij gjatë këtyre netëve. Për shkak se, siç e tham më herët, për shkak përkushtimit të madh që kishte në lidhje me Allahun, me dhikrin, me përmendjen e Zotit, me leximin e Kuranit e kështu me radhë, andaj edhe largohej nga gjërat e lejuara, nga gjërat e bukura dhe të mira të kësaj dhunjoje. Edhe pse normalisht kjo çështje nuk është ndaluar, pra ka drejtë që njeriu të ketë pas iftarit deri në sefir të ketë edhe kontakt intim me gruan e tij, por ajo që është më e mirë është që të largohet në mënyrë që të mundohet që ta shfrytëzoj sa më shumë në adhurim ndaj Allahut. Nën 4 është transmetuar në disa transmetime, të cilat nuk janë të sakta, janë të dobta, por që dietarët kanë preferuar që të punohet sipas këtyre transmetimeve, e që është se thuhet se i dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam është pastruar pas namazit të akşamit dhe para namazit të yatsis. Domthonë ndërmjet namazit të akşamit dhe yatsis është pastruar, është zbukuruar, është veshur mirë në mënyrë që ta adhurojë Allahun sa më shumë. Siç thash, nuk ka ndonjë hadith të saktë për këtë çështje, ka transmetime të dobta,
por që kuptimi i tyre është i mirë, nga se tregon për kushtimin ton për adhurim ndaj Allahut, sidomos në namazin e taravive apo në namazin e natës. Pra, jo vetëm u quaj mu fal, jo vetëm u quaj ashtu siç je, mu lidh namaz, jo vetëm u quaj ashtu siç je, mi ngrit durët edhe me bë dua ose me bë dhikr ose istikfar, por me u pastru, me rregullu, me parfymos, u bë gati tamam me një përkushtim, me një seriozitet të madh, me një me zemër komplet që tërësia jon të i përkushtohet adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall në këtë net. E pesta dashur vllazni është edhe itikafi, që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjatë jetës së tij, po sidomos gjatë fundit të jetës së tij në 10 netët e fundit të Ramazanit. Itikafi është të qëndrosh në xhami, i izoluar, duke mos kontaktuar për gjëra të ndryshme kësaj dynjaje, duke u përkushtuar me adhurim dhe duke ndajtur me një xhami për xhamive të Allahut, shumicën e kohës, përveç nëse ka ndonjë rast special për me dal për itikafit. I dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam hynte në natën e 21 në itikaf dhe dilte pasi që perëndonte dielli para Bajramit. Domthonë në natën e Bajramit, pasi që perëndonte dielli, dilte prej itikafit. Gjatë gjithë kësaj kohës rrinte në xhami, adhuronte Zotin, falte namaz, edhe farzet, edhe nafile, edhe namaz natë, bënte dhikr, istikfar e kështu me radhë. Dhe kjo është pra si thoshte traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të përkushtohej në xhami me një vend të izolohej dhe ta kushton këtë kohë prej 9 ditëve ose 10 ditëve vetëm në adhurim ndaj Allahut azza wa jall, dhe kjo është itikafi i njohur për muslimanët. Në 6 i dashuri i sallallahu alaihi wasallam, siç është transmetuar në hadithet e sakta, e kërkonte me ngulm natën e Kadrit. Pra, kujdeser, përkushtohej më shumë, e kishte në mendje në kokë shpesh natën e Kadrit dhe në çdo adhurim që bënte, kujdesej që të ishte ai adhurim më i përkryer, më i mirë, me zemër, në mënyrë që ta arrinte natën e Kadrit. Dhe kjo duhet të jetë edhe synimi, njëra nga synimet tona, që të mundohemi që këto ne ta kemi në mendje në kokën tonë vazhdimisht natën e Kadrit. Nga se siç thash në fillim, kush në realitet e zën këtë natë me adhurim, atëherë ai person për një me është i privilegjuar. Ai person për një me është dalluar. Ai person për një me ka arrit një gradë të lartë të adhurimeve dhe faljes së Allahut azza wa jall. Kështu që është mirë që përveç të adhurimeve që i bëjmë gjatë këtyre netëve, ta kemi në kokë vazhdimisht se a thu ka mundësi me qenë kjo nata e Kadrit? A thu tash këtë dua që jam të e bë, është nata e Kadrit ku Allahu e shumë fishon deri në 1000 muaj, një lutje të tillë, a thu këtë namaz që jam duke e bërë, është nata e Kadrit? Pra ta kemi kokën e preokupuar me natën e Kadrit. Nga se ja vlen për neve që gjithë ky mundi që mund të shkojnë këtë net, të jetë po ashtu i fokusuar dhe i ngulitur që ky mundi të jetë po ashtu në natën për netëve më të mira të vitit, e që është nata e Kadrit. Dhe është përgjigje pejgamberit edhe për një gjë, të cilën e ka pyetur Aisha radhiyallahu anha, e që është pika e 7, kur i ka thënë dërguari i Allahut, çfarë të bëj nëse e arri natën e Kadrit? Çfarë të them nëse arri natën e Kadrit? I dashuri ynë sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Aisha, ja ka mësuar një dua të thjeshtë, të lehtë, por kuptim plotë edhe shumë e rëndësishme. Ka thënë thuaj nëse e arri natën e Kadrit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Kjo është një prej duave të bukura që mund ta bëni në gjitha këto net të fundit, 10 net të fundit të muajit Ramazanit. Është mirë që kjo dua ta shpeshtosh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot ti je falës, e do faljen, më fal mua. O Zot ti je falës, e do faljen, më fal mua. Nga se secili prej neve kemi gabime, secili prej neve kemi lëshime, dhe nuk ka dyshim se secili prej neve kemi nevojë që të na përfshi falja e Allahut. Ato persona që i përfshin falja e Allahut, ata janë privilegju. Ata janë nderuar me ndërimi më të madh dhe atyre do t'i jepet shpërblimi më i madh. Andaj do ta kërkojmë faljen e Allahut në tonet me ngulm. Jo vetëm ta themi me majë të gjuhës, përkundrazi ta themi me gjithë zemër, të mundohemi me gjithë mundin tonë, me gjithë sakrificën tonë, me gjitha këto adhurime që i kemi, ta kemi në mendje në kokë vazhdimisht natën e Kadrit dhe të ecmi në bazë të sistemi, kësaj forme, kësaj mënyre që e ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se nuk ka dyshim se nuk ka rrugë që na çon te Allahu dhe nuk ka adhurim që të çon te Allahu më shpejt se sa adhurimi dhe forma se si e ka vepruar i dashuri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj po them edhe një herë përfund, shpeshtojeni pra këtë dua në këtë net e fundit të Ramazanit, 10 net të fundit,
edhe dua tjera, edhe dhikre tjera, edhe lutje tjera, edhe namaz nafile e kështu me radhë, por kjo dua le të jetë ajo far motoja jon gjatë këtyre netëve, duke u sill, duke ndajtur, kur jemi ulur, kur jemi shtrirë, kur jemi duke ecër, kur jemi në forma ndryshme të lutjeve tona, vazhdimisht pjesë e duas tonë le të jetë kjo dua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Allah ti e falës e do faljen, andaj me fal mua. Lut Zoti që të na falë të gjithëve, lut Zoti që të na mësoj që të arrijmë natën e Kadrit, të arrijmë shpërblimet e natës së Kadrit dhe të dalmi nga Ramazani me mëkatet e falura. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.